Kosovarë në Shqipëri. Jemi gjallë me të edhe folëm. Jena gjallë edhe folëm se ka vepru sukses. Avazi që janë të i marë lojtarët edhe trajnerat shkojnë është... Qata lojtarë që bëjmë morin edhe këmbëtore, A mendoni që qaj mesazh nuk u kanë nështë veç për lojtarët, për nështë u kanë mesazh pak edhe për O s'ka si trajner Shqipëri, ky mesazh u kanë direkt për Etnik Brutin, për kënd tjetër. Po tek e fundi qa ka pas faj Etnik Bruti, une nëse nisim me diskutu. Ka pas faj se për interesa personal e kalon Kosovën shritën e kapitenit edhe shku të Shqipëria. Se personal se dhe iko nuk është që ka shku dikun të një shtet tjetër në Shqipëria Po flitet për një transferim të ti të mundshëm në Rusi, me pasaport Kosovës nuk mundesh me shku me lu në Rusi, po shkak të sankcioneve. E ka marrë pasaportin e Shqipërisë edhe tash pritet që gjatë qershorit shkoj në Rusi. Edhe atje ka me fitu pare të majme. Që sa jena në emision, që sa ka fillu emisioni? Që 20 minuta. Që 20 minuta era por, po pajtona me Lorikën. I pajtimit një tjëm. Bruti ka qenë Bruti ka qenë kapitani kombëtarës Kosovës në Unisën. Me qenë kombëtare është kulmi i karrierës. Po me qenë kapitan është bashka pohu i karrierës një lojtarit. Kapitan aty ku ka luajtur, domethënë asaj gjenerati Unisën. Edhe që është dorë dikush melon, ky fundit është dish melon, ky ka dali pari ka prisi bajraktor. Okej, ka shku. Pse ka shku? Hajde të gjejmë faktin. Fakti është që përmendni një pyetje është Loriku, që me dalë, domethënë me ushit jashtë asaj, plus është tjetra interesi personal, që po e thojmë pse se sa është i ftuar direkt me Anglinë me shkuën, nëse kartuni i shtash e ka. Po e zojmë shembull 20.000 euro, atina si të shkon, merr pjesë, lun kundër Anglisë i rritet kartoni. E tjetra është, ai ko me lu edhe, po ndoshta 10 minuta ndoshta lun, po unë po flasim për karton. A beson që ka plus 10 minutazh? Plus, po sigurisht sa ato do të bëjnë lojtarët vetëm. Do të më djeg në atë kuptimin. Pastaj tjetra, luhet kampionati evropian. Pse po flasim për interesa, po duam me çit faktin pse. Luhet kampionati evropian. Jo, unë e shoh. Dilara është gazetare sport. Çiko më luhet Kosovë